Jam në kuzhinë sërish sepse do të përgatisim 2 smoothie, njëri për dobësim edhe tjetri për të shtuar kilogram. Të dyja janë kërkesa që i gjejmë kudo rreth nesh. Dhe kam këtu pranë meje jo vetëm nutricioniste, jo vetëm edhe një blogger në fakt sa i përket të qenit të shëndetshëm dhe të paturit një jetë të shëndetshme, por gjithashtu një eksperte, specialiste, ma konfirmole Diana Liçe. Diana Liçe. Faleminderit. Nëse themi specialiste ushqimore, përcaktoj sakt profesionin? Kimiste ushqimore, merrem me analizat e ushqimeve. Perfekt, është më konkrete dhe më saktë ashtu. Thash, do bëjmë 2 smoothie bashkë. 2 smoothie të shpejta, edhe janë super shëndetshme, me qenë se janë dhe më kërkesat më të fundit që kam, për shëndoshje dhe për shtim peshe. E nisim me shtimin e peshës? Dakor, e nisim me shtimin e peshës, ajo çfarë na duhet, është qumshi bajame, që është shumë i pasur me vitamine, banane, që është e pasur me kalium dhe karbohidrate, avokadoja me yndyrna të shëndetshme dhe për ata që shkojnë në palestër, ose ata që nuk marrin sasitë mjaftueshme proteinash, mund të përdorin plur proteine. Gjithashtu edhe mjalt ose gjalp kikiriku, gjithsecili sipas dëshirës. Unë kam vendosur sot të përdor mjalt, kështu që fillojmë nga puna. Fillojmë nga puna. Një smoothie të shëndetshëm siç janë smoothie të shijshëm, ky për ata që duan të shtojnë kilogram. Gjithnjë na duket sikur njerëzit kërkojnë të heqin kilogram, sikur ajo është pjesa më e vështirë. Më besoj që gjithë klientët, 50% e klientëve, janë ata që dëshirojnë të shtojnë kilogram. Është vërtet, e kam dëgjuar, ka persona të cilët e vuajnë këtë pjesë në kuptimin që duan ham edhe nuk shëndoshem, i thonë. Në të tjerëve na duket si bekim më vete, bekim nga natyra, që i marrim kilogramet edhe nga ajri. Avokado dhe banane. Këto t'i heqon. Po, ndiqesh, faleminderit. Avokado, banane, edhe ky është një smoothie që të mban të ngopur gjatë gjithë ditës. Unë do hedh pak edhe qumësht bajame. Merr domethënë vlerat që të duan dhe të ndihmon që të kesh edhe shtim. Sepse mëngjesi është një nga vaktet më të rëndësishme, si për të humbur, si për të shtuar peshë. Ata që duan të shtojnë peshë, duhet ta nisin ditën me shumë kalori. Proteina është nga ato që shiten zakonisht në për këto fitnessit, ambientet? Po, e mira është që të merren sipas sasisë së përcaktuar nga një nutricionist. Bukur. Kaq ishin të gjithë përbërësit? Kaq. Qumësht bajame, këtë specifikisht bajame apo mund të zgjedhësh edhe sojë ose? Mund të zgjedhësh edhe sojë, kryesisht për ata që janë intolerantë ndaj laktozës, sugjeroj pjesën e bajames. Dhe kështu si rastësi e bukur, ne vetëm pas pak do të kemi material se si të bëjmë në shtëpi qumësht tërshëre. Në kushte shtëpia. Të margotat. Okej. Ky është një smoothie shumë i shpejtë për ata që justifikojnë që s'kan kohë të hanë mëngjes. Se jo është ai justifikimi sa i shpesht që është. Kështu që as 5 minuta punë edhe smoothie është gati. Të lumshin duart. Duket shumë e mirë. Këtë e kemi për të dytën? Këtë e kemi për të dytën. Unë po përdor enën tjetër. Pra ky ishte për të shtuar kilogram. Për të shtuar kilogram, ndërsa këtë do ta përgatisim për dobësim. Këtë dua shumë, mund ta dëgjoj në vëmendje. Atëre. Atë më rri halli. Qumësht bajame, për ata që duan për dobësim, e sugjeroj pa sheqer. Okej. Pak boronica, sepse janë shumë të pasur me antioksidant. Në fakt rekomandohen shumë shpesh boronicat edhe në dieta si ai fruti që duhet ta kemi në dietën tonë ditore. Spinaqin, që unë e sugjeroj gjithmonë dhe për ata që nuk e konsumojnë dot në gjellë. Kjo është një mënyrë shumë e mirë për të evituar atë shijen që të lë kur konsumohet në gjellë. Faret e qias gjithashtu janë shumë të pasura me antioksidant, të cilët unë i sugjeroj shumë, kanë fibra dhe të mbajnë të ngopur gjatë gjithë ditës. Sa të thjeshta duken smoothie, sidomos kur i përgatit dikush tjetër, ka gjithë këta përbërës dhe duket super e lehtë dhe mund të bëhet nga kushdo. Koha të ndihmoj. Edhe smoothie. Perfekt. Kemi dhe 5 minuta të tjera dhe t'i sqarojmë të gjitha me radhë. Do t'i sqarojmë, po dua t'i përgatis sepse ngjyrat janë kaq të bukura kur i shef. Po, e vërtet. Janë ngjyrat e natyrës. Të lumshin duart. Edhe mëngjesi është gati për gjithë ata që thonë s'kemi kohë. Unë do ta vë këtu, ti vë të dyja. Dakord. Dhe energjia ka mundësi që ti fokusoj të 2 smoothie që u përgatitën në
5 minuta. Të dy. Të dy smoothie në 5 minuta. Ja ku i keni dashur miq, pra smoothie i gjelbër, nëse mund ta them kështu, është ai që ishte për të shtuar kilogram, si një shqetësim që ti e has në fakt edhe besoj edhe në profesion si nutricioniste, por edhe në rrjetet sociale, duke qenë se ke zgjedhur që edhe aty të japësh atë kontributin tënd për të ndihmuar këdo. Po si funksionon në fakt kjo puna e të shtuarit kilogram? Po të hash brum, të hash akulloren, të hash këto gjërat që na ndalohen, nuk i shtojnë dot kilogram të persona? Ideja është këtu që një person që të shtoj apo të humbasi kilogram, megjithatë është deficiti kalorive. Pra nëse një person konsumon më tepër ushqim se ç'duhet, më tepër se sa djeg, do thotë që fillon të shtoj kilogram. Pra prandaj sugjeroj smoothie sepse është një smoothie me shumë kalori dhe nis mëngjesin me shumë kalori. Ti mund të hash brumra, por ti mund të shëndoshesh, po jo në mënyrën e duhur, sepse nuk merr gjithë elementet që i duhen trupit. Pra dhe pjesa e shëndosjes ka atë pjesën e vetë. Se ndoshta djegin, pra kjo është ideja që motorri i tyre është aq i mirë sa djeg përfundimisht çdo kalori që hyn në trup. Por puna është tek brumrat që nuk marrin mjaftueshëm elementet që duhen. Ndërsa për dobësim, bën le të themi një rol të mirë edhe ky kombinimi i spinaqit me boronicën, thesi antioksidante dhe farat që ishin po ashtu të nevojshme. Farat kanë shumë fibra dhe të ndihmojnë të mbajnë ngopur gjatë gjithë ditës. Shumë e rëndësishme. Mirë, nëse dëshironi që të dobësoheni, ndoshta një smoothie ky i konsumuar një herë në ditë, vetëm në mëngjes çdo ditë për një kohë të gjatë apo kombinimet mund të bëhen të ndryshme në vend të boronicave, mund të përdoren manafera, mund të përdoren ule shtrydhe, pra kombinimet bëhen sipas dëshirës, mund të përdoret një fet me olje jeshile, pak avokado nëse do të shtosh pak më shumë kalori. Në rregull, pra për dobësim flasim gjithmonë. Po, për dobësim. Bukur, pra zëvendësimi i boronicave u bë ka me frutat e tjera të pyllit. Me fruta pyllit në përgjithësi, po dhe fruta të tjera, për shembull mund të konsumohet mangoja ose ananasi, pak kush e preferon, i zgjedh edhe këto. Pyetja e fundit që kam, pikërisht për dobësimin, te kjo do të ndalem. A janë smoothie një formë, le të themi, që të na ndihmojnë për të humbur kilogram, nëse ne edhe sillim variacione të ndryshme, pra nuk qëndrojmë vetëm te ky shembull që ne dham sot. Për një periudhë të caktuar, kanë një lloj efekti, zëvendësojnë një vakt ditor? Nëse ti konsumon me vete, sigurisht që ai është një vakt, sepse ke qumësht, ke fruta, ke spinaqin, pra janë gjitha në një. Dhe fakti që është smoothie do të thotë që të gjithë elementet që kanë këto që ne përdorim shpërbën në mënyrën e duhur dhe asimilohen më shpejt në organizmi. Pra, edhe një mëngjes të tillë për një kohë të caktuar mund ta konsumoni dhe e keni për bukuri, i keni marrë vlerat dhe keni humbur dhe kilogramat. Shumë faleminderit që i sollëm shpejt, por shumë mirë. 2 smoothie të veçanta nga Lediana Liçi ishte me ne, e cila patjetër është edhe në rrjetet sociale, por edhe profesioni, siç e tham, e bën që të jetë sa më pranë jush me këshillat e duhurat. Falenderoj që i solle këtu në studion e Rrezidillit. Falenderoj që përftesëm. Ta bëjmë një gëzuar në fund, po do shkojmë në publicitet. Unë do marr këtë për dobësim. Po unë atë do. Të gjithë për dobësim vuajnë, 80% e njerëzve. Hajde, gëzuar. Shihemi pas pak, publicitet do të vijojmë me të tjera materiale në Rrezidillit.